çiftet e reja sot dojna nuk krijojnë familjen e tyre, të rrinë ditën atë bashkë. Që kjo takohen kur do qefi. Jo. Po se shikon. Edhe burrin ta kesh për ditë në shtëpi. Edhe burri të mërzit, po do verë në punë burri. Vetëm një gjë do pranoja, që punoja me burrin bashkë. Pse do punoje bashkë në një vend pune me burrin? Pse? Pak se kam gjithë ditën e gjithë natën në shtëpi, gjithë pas ditën e gjithë natën, ta kem dhe para dite. Jo. Ka një gjë të mirë kjo që ke burrin aty. Edhe kontrollon ti mos bëni pislikaj. Ashtu e kontrollon ti nga larg sa i luan fenë. Si e kontrollon ti nga larg? Po tani po kontrollojnë gjëra të mëdha nëna. Nuk u kontrollon ka burri. Po se kontrollon burrin ti? Unë s'kam nevojë të kontrolloj se ai nuk bën për të kontrolluar, po kontrollojnë juve. Po kontrollojnë juve. A ke traftuar një herë gjyshin? Kyçja. Jo se tratoj gjyshin, nuk kam tratuar veten time. Ua, sa e bukur. Më vjen shumë keq. Po mirë, po të doja. Ajo trati nuk është për burrin, është tratia jote, që bën ti. Ty nëse s'të pëlqen burri, shko divorcohu edhe merr një burr tjetër. Pra jo të bësh atë punë. Kesh burrin thuhet shkosh me tjetrin. Jo, kur asnjëherë. Po ta kishe bërë zëm se do të çmendesh, e mendon që gjyshi do të kishte zbuluar? Po ta bëja dhe hiç fare se di se merrte vesh. Po nuk e bëja vetë. S'kam pasur frikë nga burrat asnjëherë. Ka pasur plot njerëz që të shikonin e kuptoje që të shikonte me një vështrim tjetër. Pa asnjëherë nuk kam pasur frikë. Dhe nga ime i zgjuari, se ka pasur dhe burra të zgjuar. Mos kujto se ishin budollenja ata. Çfarë do të thënë nuk kisha frikë? Do të thënë, ishin burrat që donin dhe një grua të dytë, sepse kam pas qejf ta kishin, po ishin dhe shumë të zgjuar dhe atje ku e shikonin, me shikim e kuptonin që nuk donte, largoheshin. Pra ti aljet kuptoj me një shikim që... Po, me një shikim. Po si ishte ai shikimi? Ai shikimi ishte ashtu si shikoj unë. Kështu me inat? Sytë e mi të thonë jo.